Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Briqapit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë lecimin e radhës për ju të dashur. To ka të letra flasin për pjekurin që lind pas një tërheqje, pas sa hapave, pas qartësin që vjen me një mënyrë nga vetmia apo reflektimi dhe rëndësin e të diturit se kur të ndash veten dhe kur të jesh në shërbim të tjerëve. Dhjetë të lejtisë të dashur tregon gjërat kanë qenë të mbingarkuar për ty kohën e fundit. Me 10 të lejtisë duket sikur ke mbajtur më shumë përgjegjësi, shumë detyra, shumë njerëz mbi supe, ke qenë me një farë mënyrë shtylla mbajtëse, ndoshta për familjen, punën, komunitetin, por kjo mbi ngarkesë të ka larguar pak nga vetja, pak apo shumë, Pikërisht në këtë shfaqet ermiti, që është shenja e vigjëreshës, një figurë e thellë që simbolizon nevojën për të ndaluar dhe për të rikthyer pak brenda vetes, apo pak për t'i parë gjërat në një këndvështrim tjetër. Ke nevojë për një pauzë të shenjtë, për një reflektim të thellë, për t'i dëgjuar mendimet dhe ndjenjat e tua pa zhurmën e jashtme, pa gjërat që po ndodhin, pa i parë, gjërat që po ndodhin përreth teje. Kjo nuk është tërheqje nga jeta. Është udhtim drejt urtësisë së brendshme, drejt rigjetjes së vetes të dashur. Gjatë kësaj periudhe reflektimi 5 të gjethes të dashur tregon një përpjekje për balancim. Ndoshta mes asaj që ndjen dhe asaj që po bën, ke qenë e lodhur, e shpërndar, e shpërqendruar, por kjo letër thotë, gjërat po fillojnë të vihen në vend, rregulli po rikthehet. Dhe në fund të dashur është regjina që quhen mbretëresha e zileve, përfaqëson rinisjen e fuqishme me një verzion të qartë dhe të qëndrueshëm të vetes. Ajo është figurë që udhëheq me butësi, por edhe me mençuri. Pasi të kthehesh nga kjo periudhë tërheqjes të dashur Briqapër, do jesh shumë më gati për të qenë edhe udhërfyese për të tjerët, edhe për t'i parë gjërat me një këndvështrim tjetër, por nga një vend më i shëndetshëm dhe jo i mbi ngarkuar të dashur Briqapër. Pra, nuk ke për detyrë të jesh gjithmonë ajo që mban të gjitha, apo të shpërqendrohesh dhe t'i bësh të gjitha njëherësh. Bëj hap pas për të rigjetur veten. Të dëgjosh pak atë heshtjen tënde, në kuptimin asaj të dëgjosh pak veten. Të lënë nga të ujërat të trubullta të largohen që të mund të shikosh zgjidhjen në ato, nga që aty janë dhe nuk po i shikonin, nga që të përqendruar, të lodhur, stër ngarkuar nga gjëra të ndryshme. Sepse vetëm kur je në paqe me veten të dashur Briqapër, mund të kthehesh dhe të japësh nga një vend më i pastër, të them, i fuqishëm dhe absolutisht i vërtet. Tërheqja nuk është ikje, është për ta rigjetur veten dhe për t'i parë gjërat me një këndvështrim tjetër. Pra, çfarëdo që është duke ndodhur, të mbigarkuar, të stresuar, nuk jeni duke i parë që gjërat janë aq të lehta për të zgjidhur, por që gjithë kjo ngarkesë e juaj ju ka bërë me një farë mënyre mbështjellur një lëmsh i madh, sikur i pasgjidhshëm. Reflektoni, jeni të lodhur absolutisht, prandaj dhe nuk jeni duke i parë gjërat qartë. Tërhiquni pak, ikni nga kjo çfarë po ndodh, në kuptimin metaforik, në mendje që t'i shikoni dhe rianalizoni gjërat nga e para.